brigjet shqiptare po përballen me një alarm mjedisor ditët e fundit, ku si pasojë e rreshjeve intensive, tonelata të tëra mbetjesh kanë dalë në sipërfaqe. Prurjet e shumta të përrenjve dhe lumenjve, si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë gjatë javës së shkuar, mbushën brigjet e detit Adriatik me mbetje e plastik të dëmshme. Sasi të mëdha mbeturinash kanë pushtuar vijën rënore, duke bërë që brigjet detare të marrin pamjen e një pike grumbullimit të mbetjeve, apo ato të një landfilli. Alarmuese ka qenë situata në Durrës, sidomos në zonën veriore të tij, si dhe në qarkun e Shkodrës, ku Velipoja u mbulua nga mbeturinat, apo edhe në ato të Fierit, ku në brigjet e lumit Seman dolën në sipërfaqe sasi shumë të mëdha mbetjesh plastike, të cilat u shtyn drejt detit. Kjo situatë u krijua për shkak të përkeqësimit të motit, por faktori kryesor është papërgjegjshmëria e hedhjes së mbetjeve pranë brigjeve të lumenjve, të cilat më pas depozitohen në det dhe kthehen pas sa herë ka stuhi. Sipas ekspertëve, kjo nuk është një ndodhie e izoluar, por një rast i përsëritur në mënyrë të herpashershme në territorin e vendit tonë. Situatën e rëndon më shumë fakti se mbetjet shqiptare bën xhiron e rrjetit, kur u shfaqen me tonelata në brigjet e Dubrovnikut. Media prestigjioze publikuan për mbeturinat e Shqipërisë, që kishin pushtuar qytetin e vogël bregdetar të Kroacisë, i cili është një nga destinacionet më të mëdha turistike. Kjo ka shkaktuar irritim të autoriteteve lokale, të cilët u shprehën se mbetjet ishin kryesisht plastik, por edhe metale dhe mbetje mjekësore. Edhe rasti Dubrovnikut është një rast i përsëritur, nëse do të shikoni do të referohen një arkivave ka ndodhur edhe më parë. Dhe përgjithsisht do pikërisht kur ka rreshje me intensitet të lartë, pra ato përmbytjet e famshme. Dhe është e provuar që shumë prej mbetjeve janë me origjinë shqiptare, sepse janë ambalazhe të produkteve made in Albania, apo që shiten në Shqipëri, kanë etiketa në Shqip, po flas, kështu që ky është për fat keq një fenomen që është përsëritur dhe kam përshtypjen që do vazhdojë të përsëritet, për aq kohë sa Shqipëria nuk është ende në gjendje të ndërtojë dhe të vëjë në funksion një sistem menaxhimi të mbetjeve efektiv. Për të vënë në kontroll situatën, banorët dhe bizneset lokale të zonave përreth kanë organizuar aksione për pastrimin e vendit, por gjendja vijon të mbetet problematike. Edhe promovim gjithmonë ka patur aksione promovimi, ndërgjegjësimi për menaxhimin e integruar të mbetjeve, aksione të shumëfishta pastrimi ku janë aty edhe përfaqësues të institucioneve, të ushtrisë, ministrat e mjedisit po t'i shikonin nëpër kronika, por shumë pak është bërë në realisht në vendosjen e një sistemi efektiv menaxhimi të mbetjeve, që fillon që nga koncepti i atyre 3 R-ve, po themi pra të reduktohen, të riciklohen, të ripërdoren dhe në fund fare pastaj është pjesa e azgjesimit. Ndarja në burim ka ngel gjithmonë në kuadrin e projekteve pilot, që është besoj hallka e parë e këtij menaxhimi efektiv. Sipas dokumentit të politikave strategjike të planit kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve, përgjegjësia për mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve në zonat e tyre janë bashkitë. Menaxheri kryesor në bazë ligjit është gjithmonë bashkia, sepse ligji për veçëverisjen vendore ngarkon pikërisht bashkinë si institucionin kryesor që merret me menaxhimin e mbetjeve në territor. Për fat keq, jo të gjitha bashkitë kanë kapacitetet njerëzore, financiare për t'i menaxhuar në mënyrë të integruar mbetjet, paçka se ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve gjithashtu ngarkon bashkitë me përgjegjësi. Dhe shohim atë që shohim pastaj në zonat bregdetare, ku tonelata të tëra me mbetje të ngurta përfundojnë në det, sepse ato gjenerohen sidomos në zonat rurale, sepse në zonat urbane deri diku shtrihet zinxhiri i grumbullimit, po jo i menaxhimit. Dhe ato që janë të pagrumbulluara, pastaj nga shtëpitë e fshatit, po themi, apo zonave rurale depozitohen në rrejnë të vegjël dhe këto pastaj përfundojnë në lumin e madh me andaj në det. Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Mjedisit e asë kohë Mirela Kumbaro, me 26 gusht të këtij viti, prezantuan një reformë të re për menaxhimin e mbetjeve, e cila konsistonte në krijimin e një kompanie publike, si dhe investime për ndërtimin e landfilleve të reja.
Ky premtim vjen pas shpenzimit të miliona eurove për ndërtimin e 3 inceneratorëve të Tiranës, Elbasanit dhe të Fierit, të cilët u shndërruan në një aferë korruptive dhe nuk u bën kurrë efektiv. Kështu, edhe ngritja e operatorit kombëtar të mbetjeve nuk duket shumë premtues për ekspertët. Ndryshimet që janë bërë strategjisë kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe projekt ligji që kaloi së fundi, nuk është se sjell ndonjë risi signifikative të qëndësishme, sepse praktikisht është ajo që duket qartë është rikthimi edhe një herë tek ndarja në burim, pasi u provua që incenerimi edhe gjithë ajo marrëria me inceneratorët e gjithë hullit ku hyn pastaj gjithë proceset për ndërtimin e tyre me korrupsionin etj. Por në vetvete incenerimi nuk mund të zëvendësojë hallkat e tjera, është hallka fundore e menaxhimit të integruar të mbetjeve.